Danimarka do të drejtohet edhe për një mandat nga kryeministre socialdemokrate Mette Frederiksen, e cila ka arritur një marrëveshje për formimin e një qeverie të re të qendrës së majt pas muajsh negociatash politike. Marrëveshja i siguron Frederiksenit mandatin e tretë radhasi në krye të vendit, duke i dhënë fund pasigurisë që pasoi zgjedhjet parlamentare të marsit, ku asnjë forcë politike nuk arriti të sigurojë shumicën e nevojshme për të qeverisur e vetme. Liderja daneze njoftoi se kishte informuar zyrtarisht mbretin Frederik të 10 për mundësinë e krijimit të qeverisë së re pas negociatave të gjata mes partive politike. Megjithse koalicioni i mëparshëm humbi shumicën parlamentare, Partia Socialdemokrate mbeti forca më e madhe politike në vend, duke ruajtur pozicionin dominues në parlament. Qeveria e re pritet të përballet me disa sfida të rëndësishme që në ditët e para të mandatit. Një nga çështjet më të ndjeshme është situata rreth Groenlandës, territor autonom danez që ka qenë në qendër të deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump. Marrëdhëniet mes Kopenhagenit dhe Washingtonit janë tensionuar pas komenteve dhe qëndrimeve amerikane lidhur me të ardhmen e Groenlandës, një territor me rëndësi të madhe strategjike në Arktik. Një tjetër prioritet i qeverisë së re do të jetë rritja e kapaciteteve ushtarake të Danimarkës, në një kohë kur siguria evropiane mbetet në presion për shkak të luftës së vazhdueshme në Ukrainë.